projektet të drejtave kushtetuese të shtetës komunitetit pa diskriminim dhe bashkëpunimi projektish është i domosdoshëm po ashtu edhe në kalendarimin e reformës. Проект регулирования активности комиссионных контролов по организации qeverisë numër 9/2009. Harmonizuar me Kushtetutën për instrumentet ligjore të cilëllore përmban 3 kapituj dhe teksta i 2021. Duke pas parasysh strategjinë e borxheve për të ngritur financimin e projekteve nga humarrja jashtë në dhe gatishmërinë e Bankës Investive Evropiane dhe Bankës për Ndërtim dhe Zhvillim, për të financuar këtë projekt, Ministria e Financave synon të fillojë negociatat për marrëveshjen e nevojshme për implementimin e këtij projekti. Ka qenë nevojshme që të ndërtojmë një projektisht të tillë, i cili është edhe kërkesë e Komisionit Evropian për përmbushjen e kritereve lidhur me liberalizimin e vizave dhe përmbushjen e obligimeve të tjera nga Komisioni Evropian që kanë bënë me tabelën e përputhshmërisë së legjislacionit të BE-s. Ne duhet të themi që ky projekt ligj është i domosdoshëm po ashtu edhe në parandalimin dhe luftimin e diskriminimit në vendin tonë, në promovimin e barazive efektive dhe në vendin e jetë të parimit të trajtimit të barabartë të gjithë personave para ligjit.